Uniformat blu kanë goditur një rast të rënd të trafikimit të armëve të zjarrit dhe municioneve nga Kosova për në Shqipëri. Në kuadër të operacionit të goduar suspend, policia e shtetit ka arrestuar 2 shtetas të Kosovës, Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi, të moshave 23 dhe 53 vjeç. Ata akuzohen për trafikim të 2 pistoletave dhe municionit luftarak, të cilat kishin vlerën e rreth 10.000 eurove. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, 2 shtetasit kishin planifikuar të shisnin armët dhe municionet në Tiranë, hetime të cilat kanë zgjatur disa muaj janë kryer në drejtimin e prokurorisë, ndërsa operacioni ka kulmuar me arrestimin e tyre në autostradën Lezhë-Fushkruj, ku ato po transportonin armët. Policia ka konfirmuar se 2 të arrestuarit janë banues në Kosovë dhe qëllimi i tyre ishte të shisnin armët në tregun e palishëm në Shqipëri. Hetimet kanë qenë të thedhuara dhe janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet kosovare për të zbuluar lidhjet dhe rrjeten që mbështesin këtë aktivitet palishëm. Në këtë operacion janë identifikuar edhe disa indicjet që tregojnë se Pajaziti dhe Prushi mund të kenë pasur kontakte me grupe të tjera kriminale që veprojnë në Shqipëri. Hetimet vijojnë dhe kanë për qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të 2 shtetasve, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Materialet procedurale për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa policia e shtetit ka bërë thirrje për bashkëpunim nga qytetarët për të luftuar trafikun e armëve dhe krimeve të rënda.